Policia ka arrestuar 3 persona të dyshuar për përfshirje në trafikimin e emigrantëve nga vendet e treta drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Operacioni u zhvillua nga Policia e Shtetit në bashkëpunim me strukturat për trafiqet e paligjshme në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë. Në pranga kanë rënë Hysni Stërmungu, 28 vjeç, Elidon Dhima, 43 vjeç dhe Hasan Mobin, 28 vjeç. Sipas policisë, Stërmungu dhe Dhima u kapën në flagrancë pra rreth rrotullimit të rinasit, ndërsa po transportonin me automjet 5 emigrantë huaj. Dyshohet se ata u kishin premtuar kalimin drejt vendeve të Bashkimit Evropian me destinacion final Italinë, kundrejt pagesës prej 2500 euro për person. Gjatë operacionit, policia ka sekuestruar edhe automjetin që përdorej për transportimin e emigrantëve. Sipas hetimeve paraprake, emigrantët synonin të kalonin në mënyrë të paligjshme drejt vendeve të BE-s përmes kësaj skeme kontrabandimi. Ndërkohë, nga veprimet hetimore ka rezultuar se shtetasi Hasan Mobin dyshohet se kishte rol në organizimin dhe grumbullimin e emigrantëve përpara transportimit të tyre. Ai duhet të ketë koordinuar lëvizjet dhe kontaktet me personat që synonin të largoheshin drejt Europës. Policia bën me dije se operacioni është pjesë e goditjeve të njëpasnjëshme kundër rrjeteve që merren me kontrabandimin e emigrantëve nga vendet e treta drejt Bashkimit Evropian. Ndërkohë, në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës, hetimet vijojnë për të identifikuar dhe për të nxjerrë përpara përgjegjësisë penale persona të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.